Familja 4 antarëshën nga Obiliqi po përballet me një situatë tepër të vështirë dhe çnjerëzore. Ata nuk kanë një stretë të sigurt as një shtëpi që mund të quhet e tyre. Për momentin janë të detyruar të jetojnë në një hapësirë të improvizuar, e cila nuk ofron as kushtet minimale për jetë të dinjitetshme. Çatja u rrjedh kur bjeshi, muret janë të lagshta dhe fëmijët e tyre të vegjël vuajnë më së shumti nga këto kushte. Çdo ditë për ta është një betejë për mbjetesë. Ta mbledh çdo hekra që të jetoj, jam konser në komunë, janë kanë vizitue, tani apet e kanë bojnë gjëzime, kanë bo krejt, që të jam konë të ndërjetu një qëtë, po më ka qitë bo për shpije. Pse? Pse jam konë Francë, e kom pos një qikë në aparat që më shku mi bo në kuka në 2 pjesë, e tani u du me ta na këtynë, mas 9 muje, ta na këtynë. Ta në erdha këtu në shpeo në erdha, ta jo këtë mos ki venti, këtë ma, tani dura që të në shku, si kisha zhjithë gjithë tjetër, shkua në komunë, po në kulla, veshë me këshyrë. Për pos punës që e bëni, a keni ndonjë asistencë sociale nga komuna? Jo, sen s'kam, as social, as kur dëvesh të izat mive që ma për shtetit. Sa fëmijë keni? 2 qika. Po për pos kësaj bashkëshortja punon ndonjë gjë apo vetëm rri dhe kujdeset për fëmijë? Jo, vesh për fëmijë kujdeset kjo. Ndonjë sfidë tjetër që keni pasur për gjatë kohës që jeni kthy përpos se nuk ju ka pranu prindërin në shtëpi, si keni arrit sadopak me mbulu këtë pjesë, pra këtë shtëpi të vogël të themi? Po, kam mëncu gjinja, mi kam pru, ky qikush mi ka pru 2 qebe, një 3 qebe, të është PlayStation kam pru, që të farë që mbluën e të sene, mi kam pru njën që të në mazget, ka uqat e këtu, mi ka pru, njën që të ma ka pru njën e agregat, ma ka pru për rrim. Një për Arbeni është në Prishtinë, edhe ju ka animu me sa agregat, që të mundësit e tina që me kam bo. Pas krejt këtyre sfidave dhe vështirësive, një thirrje për komunën në bazë kësaj interviste, sadopak që të jenë më të vetëdijshëm për atë që po përjetoni ju. Po ata kam bo kërkesën, ja kom bo kërkesën disa herë, i kom kallëzu që kom marru dhe që të shpinë kom marru, kom bos me marru kapak me ta hekra sa po mëj, ja kom nisë, ma o me kanë ndëprej, ma ndëprejnë, tani tha jo, sa ka në ndëprej punën, tani ndëprejva punën. Se është ndërprej puna? Se tha që dhëtë me zitë diçka tha ishe me i bohë dhe sene, do pyjtje dhe sene të me jasë për shpije. Pas 9 muajsh qëndrimi në Francë, ku kishin kërkuar azil në kërkim të një jete më të mirë dhe më të sigurt, ata u detyruan të kthehen në Kosovë. Kthimi nuk ishte i lehtë, jo vetëm që nuk gjetën asgjë për të përmirësuar, por u përballën me refuzimin më të dëmshëm. Prindërit e djalit nuk i pranuan më në shtëpi. Pa një kulm mbi kokë, pa të ardhurat të mjaftueshme dhe me përgjegjësinë e 2 fëmijëve, çifti është në prag të humbjes së shpresës. Në vend që të jetojnë si çdo familje tjetër me paqe, stabilitet dhe ngrohtësi, ata përballen çdo ditë me frikën se ku do të kalojnë natën, a do të kenë ushqim për fëmijët dhe a mund të mbjetojnë edhe një ditë tjetër. Gruaja tregon me lot në sy se si ne dhe fëmijët dridhen nga i ftofti, ndërsa ajo dhe bashkëshorti përpiqen të mbulojnë me batanie të vjetra. I kam 2 vajza molle është 8 është operacion, kuka, se 4 herë e ka botë operacionin, unë me smut, me nepsi. E sa këtë vështirë me i rritë fëmijët në këto kushte si një nënë? Shumë e vështira. Asë morëm sociale, asen, kush në një mënë që shtë, ka pak. Por natë për fëmijët si po i siguroni, sa po ja delni? Qysh po mujna, morëm e qëta i krabu për nënë, so po mënë, që ka. E sa këtë vështirë me siguru ushqimin, si përgaditni në këto rrethana? Ka pak për bojna, dhe qysh ka pak për blejna, që shto kush përna një më. Ju personalisht si nëna keni qenë në komunë për t'i treguar hadat e juaja? Kena qenë në komunë, kena bo një kërkes, në qysh për shijet për përna një mujnë senit. Po familjen të ndësaj kemë bështece?
Edhe ata pak a shumë që edhe ata për veti si jam na shumë mirë. Po mënohen në qysh me na majtë, pës Jashtë keni dalër për të siguruar kushte më të mira, apo? po kena ndalë jashtë për na jetë më të mirë. Sa keni pas të vështira atje me jetu? Kena po të shtirë, so në sot kena po ma tani na këpyn. Po gjatë sezonit të dimrit, gjatë dimrit si ka qenë, a ka qenë e vështirë jeti, sa këtu sa keni pas ftohtë? Po e vështirë shumë, se peke ujë, shi, inat ke ka ujë, që s'ke shumë që me këmë qitë më tërës. Ata nuk kërkojnë lëmosh për mbështetje për të rifilluar jetën, për t'i dhënë fëmijëve të tyre një të ardhme. Ky është një thirrje njerëzore, një lutje që askush të mos detyrohet të jetojë në kushte të tilla, veçanërisht kur ka fëmijë që varet nga çdo vendim. Sot ata jetojnë me shpresën se ende ekziston solidariteti, se ende ka njerëz që ndihen dhe reagojnë kur dëgjojnë për dhimbjen e tjetrit. Minimax, come fare